Shqipëria është realisht në një udhkryq. Për herë të parë ndodhi në udhkryq për demokracinë e për procesin e integrimit, për të ardhmen europiane të Shqipërisë. Shqiptarët u larguan masivisht në fillim viteve 90. Sot ndodhet në udhkryq edhe prej ekonomisë, ku shqiptarët përsëri po largohen masivisht. Të dhënat e Eurostatit për vitin 2024 tregojnë se 44.000 shqiptarë janë larguar në vendet e BE-s. Në pikun e pandemisë 2021-2022 u larguan 180.000 shqiptarë. Dhe mos harrojmë që 60% e atyre që largohen janë të rinj. Janë të rinj të cilët nuk kanë mundësi ekonomike në Shqipëri. Janë të rinj të cilëve i rëndon shtrenjtimi i jetesës, rritja e çmimeve, kanë më pak të ardhurat të disponueshme, taksat e larta që kanë rënë kryesisht mbi shtresën e mesme, mbi këto të rinj, i kanë detyruar të largohen. Sot në Shqipëri ka një sistem që nuk e vlerëson garën, nuk e vlerëson meritokracinë. Ka një ekonomi të kapur në pak duar dhe kjo mungesë gare e cila reflektohet qoftë në ekonomi, qoftë në administratë publike, në çdo sferë, është arsyeja kryesore sepse të rinjt largohen, sepse bizneset mbyllen, është arsyeja kryesore të investimeve më të pakta në ekonomi. E këto arsye nuk erdhën brenda natës. Ekonomia nuk është ftohur brenda natës. Shifrat kanë qenë atje, treguesit kanë qenë atje për një ndryshim strukturor që ka ndrodhur në ekonomi që ka sjellë pasoja fatale për të ardhmen e të rinjve dhe për të ardhmen e shqiptarëve që janë detyruar të largohen. Këto duhet ndryshojmë ne, sistemin ekonomik që sot e kanë pasur pak duar.